një besim për të quajtur i vërtet. Bazë e këtij besimi duhet të jetë pastaj njëshmëria dhe tauhidi i Allahut subhanahu wa taala. Pra tauhidi i Zotit të botrave. Tauhidi i cili pasi e njeh dhe pasi ja e pranon dhe ja atribon të gjitha emrat, cilësitë, madhninë Allahut subhanahu wa taala në krijim e në sundim dhe në emrat dhe cilësitë e tij, ja atribon pastaj të gjitha adhurimet vetëm këtij Zoti fuqiplot. Ndaj Islami nuk thirr në asnjë rrethon, në njohje, as në adhurim, as në nënshtrim, as në frikë të askujt tjetër pos Zotit fuqiplot. Andaj baza e cila e bën dallimin dhe diferencën e vërtetësisë së Islamit është se Islami nga thirrësi i tij i fundit pejgamberi alayhi salatu wasalam e të gjithë pejgamberët para tij kanë thirrë në njohjen, adhurimin dhe nënshtrimin vetëm Allahut subhanahu wa taala. Andaj Islami ka thirrur që të adhurohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Islami ka thirrur që ky besim duhet bëhet duke mos interferu dhe duke mos fut brenda këtij adhurimi askan tjetër. As pejgamber, as njerëz të mirë, as të vdekur, as të gjallë, as krijesa, as planete, as gur, as droj, as të marruar me dur, as marruar nga fabrika, të sajuar nga fabrika, as gjë tjetër. Madje, nëse duhet diçka të tregoj njëshmërinë dhe tauhidin dhe madhrinë Allahut subhanahu wa taala dhe vërtetësinë e kësaj feje është pikërisht tauhidi, sepse çdo thirrës që thirr tauhid nuk thirr në veten e tij. Nuk bën përpjekje që njerëzit të cilët e ndjekin, njerëzit të cilët i shkojnë mbrapa, ta vlerësojnë ata, apo ta ngritin ata, apo ta çmojnë ata, por e tërë thirrja është për tek Allahu subhanahu wa taala. E Allahu xhalla shanu pastaj e ka ndihmuar me ajete të shumta duke treguar se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu subhanahu wa taala dhe i vetmi që është krijues është Allahu subhanahu wa taala dhe të vetmi që duhet të nënshtrohet është Allahu subhanahu wa taala, e ku Allahu xhalla shanuhu thot pasaj në rregullimin e krejt asaj që shohim dhe asaj të cilën nuk e shohim, asaj që dim dhe asaj që nuk e dim, është vetëm një Zot. Pra vetëm tauhidi i Allahut subhanahu wa taala është ai i cili e plotson dhe e kompleton mozaikin e kuptimit dhe të besimit të robët Allahut subhanahu wa taala,